që punoj si gazetare dhe në fakt në këtë vend kam raportuar ngjarje të tmerrshme, të rënda, problematike. Dhe nuk e kam parë shoqërinë të ngrihet në këtë mënyrë. Përse u ngritë tani? Çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndryshuar tek ju si person? Sepse kam raportuar kur të rinj janë vrarë nga policia, kur njerëzit janë tërhequr zvarr, kur aferat multimilionshë kanë bërtitur një grup gazetarësh dhe i kanë shpjeguar në ekran përmes kronikave të tjera me radhë dhe nuk e kam parë reagimin e trinjve dhe trejave. Mund të na shpjegoni çfarë ishte ajo që ju detyroi, pra ajo ngjarja kaq e madhe që u nxori ju në shesh? Është e vështirë në përgjithësinë histori të shpjegosh pse shpërtej një revolucion, pse e fiks në një moment caktuar. Ndonjëherë thjesht kupa mbushet dhe është e paqartë se pse kupa mbushet fiks në atë moment, por pastaj kur mbushet dhe fillon të derdhet, atëherë gjithë mlefi dhe inati akumuluar në dekada të tëra zbrazet në shesh me këmbguljen më të fortë. Ju do vjoni të protestoni? Vjoni të protestoni? Unë kam ardhur nga Gjermania gazetire për protestën, jam 3 ditë tu, do ikë të në prapë Gjermani dhe prapë do vi derisa të largohet Edi Rama, Sali Berisha e gjithë llumi 35 vite me Shqipëri. Besoni që kjo protestë do të arrijë kësaj? Kësaj gjëje që u thoni? Po jam i bindur, nuk ka asnjë lloj alternative tjetër. Këta njerëz nuk të rrishen derisa arrin qëllimin e tyre. Kjo është terapi kolektive, janë gjithë njerëzit 35 vite çfarë kanë pasur brenda nuk e kanë shprehur dot dhe kanë këtu sheshin për ta shprehur dhe nuk lodhen ta shprehin dhe 3 muaj. Ka të rinj dhe të reja të ardhur nga diaspora, për shembull miq tuaj që jetojnë në Gjermani që kanë ardhur për protestën, keni ju informacion për këtë? Pafundësisht shumë. Jam unë tani, kam një grup shokësh që do vinë të shtunën, një grup tjetër që do vinë javën tjetër, kam prerë bileta dhe pa e ditur do zgjasë protesta, aq besi plot janë që protestë do zgjasë, do shkoj deri në fund e do